Pikërisht kjo javë, le të hedhim një sy ditëve çfarë ndodh dhe si mund të kemi një ditë të rëndësishme për marrjen e vendimit të rëndësishëm apo diçka tjetër. Kemi datën 9 qershor. Data 9 qershor, ku Mërkuri kalon në shenjën e Gafores, ku do të qëndrojë deri më datën 26 qershor, duke bërë një ndikim dhe kuptim të gjërave të mëdha, që na jep mundësinë në çështjet e punës dhe të çështjeve të jetës së përditshme dhe lidhjeve të reja. Edhe pse është një nga pozicionet më të forta për kujtesën dhe për shtatshmërinë. Pozicioni i Mërkurit në Gafore thekson emocionin dhe ndikimin e objektivit ajo që kemi ne vetë bëjmë. Është një pozicion shumë pozitiv për të zgjidhur çështjet familjare, çështjet e pasurive të paluajtshme, për të forcuar marrëdhëniet tona dhe në familjet tona. Por gjithashtu, ose ata që konsiderojnë familjen edhe për të udhëtuar destinacione apo ndryshime shumë të mëdha që do kenë në familje, sepse mund të kemi edhe shtesa, pra edhe pasurive të paluajtshme, edhe gjërat e tjera të pazgjidhura më parë zgjidhen pikërisht në këtë javë. Ndikojnë pozitivisht shenjat siç është Gaforia, Akrepi dhe Peshqit, të 3 dhjetëdiqët të këtyre shenjave.